Mirëmëngjesi shikues të #Gjesit, mirë se po takojmë edhe sot si çdo të martë në rubrikën Shneta. Më 14 nëntor, pra këtë të premtë, shënohet dita ndërkombëtare e diabetit dhe sot do të flasim pikërisht për diabetin me endokrinologun Gens Shala nga Spitali Amerikan. Mirëmëngjesi doktor, kënaqësi si çdo herë. Mirëmëngjesi juve dhe gjithë shikuesit juaj. Gjithmonë është kënaqësi të jem në këtë studio. Faleminderit. Doktor, fillimisht sa është shqetësuese sot përhapja e rasteve me diabet në vendin tonë edhe çka po i shkakton, ndoshta cilët janë shkaktarët kryesorë? Diabeti është smundje mjaft e keqe, mjaft e rrezikshme, me pasoja të shumta. Kemi vret një rritje të madhe, sidomos të rinjt të diabetit. Edhe kjo është shqetësuese për rinjin tonë, për popullatën tonë të Kosovës, po jo vetëm të Kosovës, por edhe përgjithësi në Ballkan dhe Evropë. E kemi pasur që zakonisht diabeti është paraqitet kryesisht te moshat e vjetra. Tash po shohim që po paraqitet edhe moshat e reja, po folim për diabetin tip 2, i cili është që i kena thonë përpara diabeti i pleqërisë. Tash po shohim edhe moshat e reja në 19-20 vjeçare, paraqitet diabeti 2 apo siç njihet diabeti i pleqërisë. Arsyet zakonisht janë ndryshimi i stilit të jetës, zakonisht jeta sedentare, pranë kompjuterit, pranë televizorave, pranë telefonave, duke mos u marrë me sporte të ndryshme apo aktivitet fizik, çfarë do, edhe ushqimi jo i shëndetshëm, ushqimi i shpejt, duke përdorur edhe ushqime të cilat ndoshta nuk janë ushqime, po janë vetëm ambëlsira, sene tjera të cilat nuk na nevojitin ndoshta në jetën e përditshme. Të gjitha këto së bashku edhe stresi kanë ndikuar që të rritet numri, gati të dyfishohet numri i rasteve me diabet, sidomos kjo rritje është vërejtur te rinjt. Doktore, përmende stresin, a është faktor shumë i rëndësishëm për shfaqjen e diabetit? Është një ndër faktorët më të rëndësishëm, pasi që stresi nxit prodhimin e disa hormoneve që i thonë stresit, kortizolit, edhe ai indirekt ndikon që të rritet edhe sheqeri në gjak. Ai nuk shkakton më herë diabet, pasi që kemi pankreasin i cili prodhon insulinë dhe zvoglon, por dikur kur ngarkohet një person me stres të vazhdueshëm dhe kortizol të vazhdueshëm, atëherë kemi gjithmonë edhe dikur do të lodhë organizmi, ta mbajë sheqerin në vlera normale dhe vjen deri te diabeti. Po normal kjo ndihmon edhe jeta jo me aktivitet fizik, ushqimi jo i mirë, plus stresi, jo gjumi jo i mjaftueshëm, jo i mirë, gjitha këto vjen deri te paradiabeti, pastaj edhe te diabeti. Po. Doktor, po cilat janë shenjat e para ndoshta që duhet na alarmojnë ose të na shqetësojnë të diabetit? Zakonisht simptomat e parë janë tharje e gojës, janë gjithmonë të uritur, kanë nevojë të urinojnë shpesh, sidomos natën, një lodhje e pashpjegueshme, humbje peshe e pashpjegueshme, thonë që po hajnë shumë, janë uritur ndërsa janë duke humbur peshë, pasi që humbin atë peshë përmes largimit të sheqerit të tepërt nga urina dhe nuk shfrytëzohet ai sheqer për metabolizëm si duhet, por mbledhet në gjak dhe lirohet përmes urinës, por nuk shfrytëzohet sheqeri si duhet, dhe mbledhet në gjak dhe lirohet përmes urinës dhe humbim peshë. Pra këto janë simptomat e para, pra tharje e gojës, urinim i shpesht, lodhje, humbje peshe. Këto janë simptomat e para. Por jo gjithmonë, dhe kemi zbulojmë edhe rastësisht, duke bërë analiza tjera, shohim që kanë diabet, si duket këto kanë filluar më ka dalë këto simptome, edhe nuk e ka vënë në veshën shumë, nuk i ka kushtuar rëndësi, dhe për shkak të një sëmundje tjetër është vërtetuar që ka edhe diabet. A janë të shpeshta këto raste, doktor? Jo, shumë më rrallë këto, që i zbulojmë rastësisht janë shumë më rrallë, për fat mirë. Okej. Doktore, përmende diabetin e tipit 2. Cilat janë dallimet kryesore në mes llojeve të diabetit, të tipit 1 edhe të tipit 2? Zakonisht kemi 3 lloje kryesore. Kemi shumë lloje diabetit, por 3 janë kryesore. Diabeti tip 1 zakonisht paraqitet si sëmundje autoimune të fëmijët, zakonisht mosha shumë të reja, ku aty pankreasi nuk prodhon fare insulinë. Sa hormoni i insulinës është ai që zvoglon sheqerin në gjak, pra kontrollon nivelin e sheqerit në gjak. Te këta nuk ka prodhim fare të insulinës. Te këta trajtimi fillon më herë me insulinë, dhe do ta shfrytëzoj rastin që insulina është 14 nëntori, dita ndërkombëtare e diabetit që përmene, është bërë për shkak të është caktuar kjo datë si të
për shkak se njëri nga zbuluesit e insulinës e ka detinën me 14 nëntor doktor Bantingu, dhe për nder të tij shënohet se dita ndërkombëtare e diabetit, pasi kjo insulinë ka shpëtuar me miliona fëmijë dhe sot e kësaj dite ende shpëton miliona fëmijë nga vdekja e sigurt të diabetit tip 1. Pra të këta nuk ka trajtim tjetër, nuk ka tableta. Gjithmonë duhet me herë ta zëvendësojmë mungesën e insulinës në trup dhe i japim insulinë. Ndërsa diabeti tip 2 zakonisht paraqitet mosha më të vjetra, si thamë edhe fillim i pleqërisë, edhe pse kohët e fundit edhe të rritë për paraqitet, të këta nuk kemi mungesë insulinës. Ndonjëherë ka diabet e insulinë prodhon më shumë se sa duhet, pra kemi rezistencë ndaj insulinës për shkak kemi peshë të madhe, ushqimi nuk është fare i shëndetshëm, nuk miremi me sport mjaftueshëm ose me aktivitete sportive, fizike. Gjitha këto ndikojnë që ajo insulinë edhe e tepërt nuk mund të ndikojë në qelizat në receptor të insulinës dhe paraqitet grumbullimi i sheqerit në zgjak dhe paraqitja e diabetit. Dhe në fund, edhe kjo trajtohet zakonisht me rregullim të ushqimit të shëndetshëm, të marrim ushqim të shëndetshëm, me sport, pastaj ndihmojmë edhe me tableta. Shumë rrallë, edhe të diabetit typ 2 në disa raste kur kemi dëmtim të veshkave, apo nuk mund të kontrollohet mjaftueshëm me barna, me tableta, atëherë kalojmë me përdorim të insulinës, për shumë rrallë. Dhe me diabeti 3 është diabeti gestacional apo i shtazanis, ku nuk është diabet i vërtet, po është një lloj paradiabeti, nuk i kemi vlerat e rritura as shumë të sheqerit në gjak, por e kemi në kufi, domethënë është afër diabetit të shtazanat. Dhe këto zakonisht trajtohen jo me insulinë, vetëm me dietë, me ecje, nëse ka nevojë edhe me insulinë. Zakonisht nuk rekomandohet trajtimi me bana i pacientëve të cilët kanë diabet gestacional, por zakonisht mas lindjes i tërheqet kjo. Por rreziku është qëndron aty të diabetit gestacional. Ato gratë që kanë pas diabet gestacional duhet të kenë shumë kujdes pas lindjes, edhe pse stabilizohet sheqeri, ato në rrezik të fitojnë diabetin tip 2. Okej, do thotë pas lindjes e kalojnë megjithatë. E kalojnë, ka kthehet sheqeri normal, po rreziku është aty. Mjaft 30-40% të grave me diabet gestacional ndërkohë mas 4-5 vite fitojnë diabet tip 2, nëse nuk kanë kujdes në ushqim dhe nuk mirën me ndonjë sport. Doktor, po sa lun rol trashëgimia familjare tek diabeti edhe a mund të parandalohet edhe kur kemi pra histori familjare të diabetit? Shumë lun rol trashëgimia familjare, predispozita pra. Edhe të diabetit tip 1 edhe të diabetit tip 2. Çdo person i cili ka dikon familje, diabet tip 2 apo tip 1 duhet të ketë shumë kujdes sepse ka predispozitë të fitojë diabet. Por s'do thotë këta që nuk e kanë dikon familje nuk do të fitojnë. Kemë raste të reja të cilët nuk kanë askënd në familje, kanë diabet tip 2 ose edhe tip 1. Pra, por sidomos ata që kanë familje, që kanë dikon me diabet, kanë predispozitë madhe të fitojnë diabetin tip 2 dhe kisha pas një dëshirë që të ngris vetdijen të këta që të kenë shumë kujdes çka hajnë, si flejnë, të mirën me sportet, të pinë mjaft ujë, të keni gjumë sa më të mirë dhe t'i largohen sa më shumë që është e mundur stresit, pasi që janë shumë të rrezikuar që të fitojnë diabet. Janë disa faktorë pra që mblidhen edhe mund të rezultojnë. Kjo është një faktor shtesë, predispozita gjenetike apo familjare, është një faktor shtesë i rrezikut. Doktor, po tek fëmijët, sa të shpeshta janë rastet me diabet edhe cilat janë ndoshta ato shenjat e para që duhet i dallojnë prindrit tek fëmijët e tyre? Për fat të mirë, diabet tip 1 është shumë i rrallë. Tepër i rrallë, na vjen mirë që është ashtu. Zakonisht ta prindërit kur të shohin një fëmijë që është i lodhur, po humb peshë, po kërkon shumë të pi lanë ose ujë, është gjithmonë i etur, e merr zgjumi, nuk mund të koncentrohet, atëherë është mirë të lajmërohet te mjeku pediatri apo endokrinologu i fëmijëve, vetëm mas një shoqër në gisht, është shumë e thjeshtë në esun mëngjes, si të thotë, dhe nëse janë vlerat mbi 7, atëherë të lajmërohet urgjent te mjeku. Por këto janë simptomet e para, humbje peshë, mos koncentrim, etje, kërkojnë gjithmonë të hajnë bukë ose të pinë, sidomos langje. Langjet kanë shumë sheqer dhe mundojnë që ta kompenzojnë atë sheqer i cili nuk shfrytëzohet, po mbledhet në gjak, po nuk e shfrytëzon trunin, nuk e shfrytëzon muskujt. Sheqer ka, po nuk shfrytëzohet. Edhe ata gjithmonë mendojnë që janë unt. A sheqer kanë energji, kanë mjaftueshme në gjak, po jo në organet ku vyn të përdoret ai. Ai sheqer ata gjithmonë kanë dëshirë të hajnë amël, të pinë langje
që ta kompenzojnë atë mungesën në tru të sheqerit apo në organet tjera. Po. Doktor, e dim që personat me diabet kanë neps për ushqime sidomos të ëmbla, për ëmbëlsira. Si të menaxhohet kjo pjesë edhe e dim gjithashtu që frutat kanë sheqer natyral, megjithatë a ka disa prej tyre që nuk rekomandohen të konsumohen prej personave me diabet? Të personat me diabet, për me hik asaj dëshirës për ëmbëlsirën, ne rekomandojmë zakonisht të hajnë pemë, 1 ose 2 pemë në ditë, zakonisht molla gjelbërt, portokalli, kivi, t'i largohen ananasit, rrushit, pasi që ka shumë sheqer të koncentruar në kokër të rrushit shumë të vogël, ka shumë pakuj, po ka tepër sheqer, dhe rrit shumë sheqerin. Pastaj kur nësa kur të hajnë këto senet e gjelbta, të cilat ato kanë një neps apo një uri për to, atëherë t'i zëvendësojnë senet e gjelbta me fruta arore. Lajthijat, bademat, arat, të cilat edhe ndihmojnë që mos zbrazet lukthi shpejt prej ushqimit, pra që të kaloj ushqimin në zorë dhe të thithet më ngadale, që të mos rritet sheqeri më herë në gjak, të ndihmojnë shumë edhe të largimi i ndjenjës së urisë të pacientët me diabet tip 2. Ose përpara dihet që diabeti tip 2 ka thonë sëmundja e tërpis, pra e nepsit, gjithmonë ka pas dëshirë të hajnë diçka, nuk ngopen, edhe pse tash me barna, me aktivitete fizike, me edukim, kjo është zvogluar dhe pacientët tonë janë mjaft të edukuar për sëmundjen e diabetit. Doktor, diabeti shpesh kërkon durim edhe disiplinë. Si shihni ju prej afër, sepse ju keni punë tamam direkt me pacientët, si shihni ndoshta këtë luftën që e bëjnë pacientët? A ja dalin çdo herë, është e suksesshme dhe sa është e mundimshme ndoshta për ta? Mjaft është e lodhshme, mjaft është raskapicë të mendoj çdo herë çka më bën keq, çka më rrit sheqerin, çka jo. Unë kam qef të shfrytëzoj kohën edhe t'i falenderoj dhe familjarët e pacientëve me diabet, pasi që ata duhet të kenë kujdes çka hajnë para tyre, të kujdesen për ushqimin e tyre, pra nuk është sëmundje e personit, por sëmundje e gjithë familjes. Ndoshta është edhe mirë se kur e shohin familjarë që kanë dikon me diabet, edhe vetë do të fillojnë të kujdesen për ushqim, por është një ngarkesë jo vetëm për pacientin, por edhe gjithë familjen të atij pacientit me diabet. Pra është kujdes i vazhdueshëm, është pak i lodhshëm, por të mirat e kujdesit ndaj ushqimit, ndaj sportit, aktivitet fizike, shpërblehen më vonë, pra duke mos ardhur deri te pasojat e diabetit, që është mos marrë deri te amputimet e gishta, mos humbja syve, mos humbja e funksionit të veshka, mos vjen pra deri te dializa. E dim që shkaktari numër 1 të dializës dhe humbjes së syve është diabeti, pastaj tash edhe te amputimeve të gjymtyrëve, sidomos të poshtë, gishta apo të shputave, është shkaktari diabeti. Shkaktari në 10 shkaktarët e parë në botë të vdekshmërisë është diabeti. Pra duhet të kemi shumë kujdes, ndonjëherë lodhemi, ndonjëherë bim depresion për shkak diabetit, kujdesit të gjithmonë ndaj ushqimeve, por kjo do të shpërblet më vonë për jetën dhe shëndetin e atij pacientit, të jetë sa më kualitative. Doktor, po në rastet kur e shihni që pacientët tuaj po arrin me menaxhu edhe po e kanë ndoshta nën kontroll situatën me diabetin, a e shihni pak edhe si sukses personal? Unë gjithmonë pacientët që kanë shumë mirë sheqerin, ose afër mirës, unë i them është merit e juaja. Na jem mjekët endokrinologët, jem vetëm një udhërëfys fillestar. Kjo është rruga e duar. Atëherë këtë varet prej pacientit, pra është merit kryekput e pacientëve, jo e mjekut. Ajo është detyrë jone të tregojmë rrugën, ndërsa nëse ata nuk kanë kujdes, çfarë do terapie, edhe insulin kur i japim, ndonjëherë nuk arrim të normalizojmë vlerat e sheqerit pasi që nuk kanë kujdes ose janë lodhë, e kuptojmë ato. Duhet t'i kuptojmë mos të miremi me tonet ashpra ndaj pacientit, pse nuk e kanë ndonjëherë mirë sheqerin ose rritet 3 mujorshë. Na e kuptojmë ato se nuk është mjaft, është luftë e vështirë e pandalshme, nuk ka pauza. Gjithmonë është në luftë me sheqerin, me kujdesin ndaj ushqimit. E kuptojmë. Por këtë është kryekput merit e pacientit, jo e mjekut.
mbajtjen e sheqerit në nivelet normale. Megjithatë, mendoj që është i rëndësishëm ai besimi dhe lidhja që e krijojnë pacientët me doktorin. Mos u tregoni kaq modest. Jo, e vërtetë është ajo që duhet të kemi një bashkëpunim dyanshëm. Po, patjetër. Por më shumë luan rol familja se mjeku. Pra, po ajo bashkëveprimi mjek-pacient është shumë i rëndësishëm që t'i japim vullnet, drejtimin e duhur, ta përkrahim sa më shumë, por rolin e kryesore ka pacienti vetë dhe familja që rrethon çdo ditë. Patjetër. Doktore, përmenda në fillim që të premten më 14 nëntor është dita ndërkombëtare e diabetit. Spitali Amerikan ka një aktivitet në shesh në Prishtinë. A mund të na flisni më shumë rreth këtij aktiviteti? Po, Spitali Amerikan çdo vit për nderën ditës ndërkombëtare të diabetit me 14 nëntor në sheshin Zahir Paraziti organizon një dalje aty, një aktivitet ku ngrit një tendë dhe ofrojmë shërbime si është matja e sheqerit falas dhe matja e tensionit dhe japim këshilla të ndryshme. Gjithashtu i ofrojmë gjatë muajit të vedisimit për diabet, ofrojmë edhe pakun e diabetit, ku përfshihet kontrolla nga endokrinologu dhe 7 analiza kryesore për diabetin. Të gjitha këto mund t'i shohim në webfaqet apo në Facebook të Spitalit Amerikan apo në Instagram, po aty ka edhe paku tjera, jo vetëm të diabetit që ofron Spitali Amerikan. Pra i ftoj të gjithë shikuesit të cilët kanë probleme apo dëshirojnë të dinë çfarë niveli të sheqerit kanë në gjak, të lajmërohen në sheshin Zahir Paraziti me 14 nëntor nga ora 9 deri në ora 16. Po është mirë që kryesisht të vinë mëngjes të masë sheqerin esull pa ngrënë. Por ne i dimë edhe vlerat jo normale edhe nëse kanë ngrënë, nuk është problem, po kishim rekomanduar që të vinë sa herët pa ngrënë. Po, ose pa pi kafe ose. Po, megjithatë do të jeni pothuajse gjatë gjithë ditës, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 8:09 deri në ora 16 aty do të jetë. Në rregull. Një ekip me infermer do të jemi edhe në një pjesë të kohës, por informatat do t'i marrin nga njerëz profesionistë që janë aty infermierët tonë. Doktor, nëse nuk keni diçka tjetër me shtu, ju falenderoj shumë që ishit sot në rubrikën Shneta. Ishte knaqësi dhe shifemi të premten.